Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka vijuar traditën e saj të vizitave te familjet shqiptare që festojnë Pashkët, duke zgjedhur këtë herë familjen Zeneli Prenaj. Në një postim në profilin e saj në Facebook, Osmani ka treguar se ka ndarë bashkë gëzimin e festës dhe ka uruar këtë ditë që sjell mesazhin e bashkimit rreth vlerave më të larta të popullit shqiptar. Në shtëpinë e Arbërie Prenajt, një mjeke me përkushtim të rrallë dhe Lulzim Zenelit, dikur deputet dhe nënshkrues i Deklaratës së Pavarësisë së Kosovës, e sot profesor dhe zë i mendimit kritik, Osmani tha se gjeti më shumë se mikpritje. Gjetëm një model të gjallë të familjes shqiptare të ndershme, punëtore, të përkushtuar ndaj dijes dhe thellësisht të njidhur me vlerat që e kanë mbajtur gjallë këtë vend në kohët më të vështira, ka shkruar ajo. Kjo vizitë e Osmanit vjen në kuadër të traditës së saj vjetore për të vizituar familjet shqiptare gjatë festave të Pashkëve, duke treguar respekt për besimin katolik dhe duke forcuar lidhjet ndërfetare në Kosovë. Edhe pse mandati i saj si presidente ka përfunduar, ajo vazhdon të jetë e angazhuar në promovimin e vlerave të bashkimit dhe tolerancës fetare. Në fund të postimit të saj, Osmani ka shkruar: "Qoftë kjo fest gjithmonë një simbol i paqes, ringritjes, bashkimit, dashurisë dhe shpresës për çdo familje." Ky mesazh i saj është pritur me shumë pëlqime dhe komente pozitive nga ndjekësit në rrjetet sociale, të cilët e kanë falenderuar për të gestë të bukur. Lulzim Zeneli, i cili ishte deputet në Kuvendin e Kosovës dhe një nga nënshkruesit e Deklaratës së Pavarësisë më 17 shkurt 2008, ka qenë gjithmonë i njohur për qëndrimet e tij kritike dhe për kushtimin ndaj çështjeve të arsimit dhe kulturës. Ai aktualisht është profesor universitar dhe vazhdon të jetë një zë i rëndësishëm në shoqërinë kosovare. Kjo vizitë e Osmanit tregon se edhe pas largimit nga presidenca, ajo mbetet e lidhur ngushtë me qytetarët dhe me traditat e bukura të vendit.